do të vazhdojmë qoftë në atë format, qoftë në formate të ngjashme, qoftë në takime një nga një me liderët e partive, që të gjithë liderët e partive politike këtë ta vendosin si prioritet gjatë diskutimeve nesër. Kjo është vetëm fillimi i një serie takimesh, ne do të vazhdojmë varësisht se si shkojnë diskutimet nesër, do të vazhdojmë qoftë në atë format, qoftë në formate të ngjashme, qoftë në takime një nga një me liderët e partive, dhe si institucion i presidencës jemi në zbatim të detyrave kushtetuese, sepse siç e dini, neni 84 përcakton që presidentja e vendit ka për detyrë që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve. Mos konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës e rrezikon pikërisht funksionimin kushtetues të institucioneve, që është edhe arsyeja pse i kanë ftuar liderët që të diskutojmë rrugën përpara. Por nuk do të doja të paragjykoja tani për rezultatet, shpresoj që secili do të angazhohet duke vënë si parsor interesin e vendit. Dhe kur kjo ndodh, gjithnjë rezultatet janë pozitive. Kosova ka nevojë sa më parë për kuvend, nëse jo për asgjë tjetër, për atë që e diskutuam me presidentin Kosta në mënyrë që të ketë vendim të kuvendit të Kosovës për sa i përket planit të rritjes, por ka edhe shumë marrëveshje ndërkombëtare, ligje, dokumente tjera, të cilat në qoftë se nuk ratifikohen e miratohen së shpejti, pëson Kosova, pëson shteti, pësojnë qytetarët tanë, dhe shpresoj që të gjithë liderët e partive politike këtë ta vendosin si prioritet gjatë diskutimeve nesër, të cilat tani, siç e thash, nuk mund të paragjykoj se si do të rezultojnë në fund.